Valvona, sepse përmendëm pak më herët me zonjën Sabrije për fakt, domethënë tek pjesa orientimi, le të themi të karrierës që drejtohen qoftë për bursa, për programe të ndryshme, kujdes që të marrin ato hapat së bashku, t'ju hapet një horizont i ri fëmijëve. Kur jemi tek shkolla Marif, ofrohen bursa ndoshta për nxënës të talentuar, apo mundoni ndoshta të jepni një shtysë këtyre nxënësve që janë të talentuar, apo pak me veti ndoshta mbi mesatarën ose çfarë do qoftë edhe që ju drejtohen juve. Si do të ishte ndryshe, më thuaj. Patjetër që po. Domethënë, po bëj edhe një ftesë të hapur me datën 18 prill, ne kemi edhe testën e bursës që ne e quajmë Magis. Domethënë ofrohet bursë nga ana e shkollës që nxënësit që marrin pjesë në atë bursë të mund të fitojnë 100%, 75%, edhe 50%, janë këto vendet të para, të dyta dhe të treta, apo gjithsesi shpesh kemi pasur raste ku edhe për shkak të bursës ka pasur edhe lirime nga tarifa shkollore me 15% ose edhe 20%. Domethënë janë mundësi të ndryshme, me rëndësi është që nxënësit të vinë dhe të marrin pjesë në testim. Por ku dhe si. Ky testim ofron nxënësve të klasave të 5-ta, që hyjnë domethënë klasa e 6, dhe ta marrin shkollimin fillor të mesëm me bursë, dhe ju ofron nxënësve të klasave të 9-ta që parashikohen të jenë nxënësit të klasave të 10-ta dhe të fitojnë bursën për shkollimin e mesëm.